Jemi rikthyer në program ku po diskutojmë refuzimin që u bën nga Moska planit paqes propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump me ndërhyrjen europiane, e cila tregoi edhe vijat e kuqe. Ndërkohë ditën e sotme u mbajt ministeriali i NATO-s, ku ishin të gjithë ministrat e vendeve anëtare, por një mungesë e rëndësishme ishte ajo e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio, i cili vetëm një ditë më parë përsëriti se lufta në Ukrainë është një luftë e Europës e jo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në përfundim të këtij samiti, Marco Rutte deklaroi se NATO është e gatshme të bëjë gjithçka që duhet bërë për të mbrojtur territorin e tyre. Zoti Softa, kemi një heshtje nga Donald Trump sa i përket të gjithë negociatave të mbajtura një ditë më parë dhe një mungesë të Marco Rubios. Si analizon diçka të tillë? Sigurisht që në një moment kaq delikat për vetë Aleancën Euroatlantike, një mungesë e tillë dhe një heshtje e tillë sigurisht që ndikon ka një efekt negativ në perceptim. Sepse kjo deri diku mund të inkurajojë edhe vetë Putin, i cili po vazhdon të bëjë lojën e tij, qoftë edhe gjatë negociatave. Bashkimi Evropian është një situatë ku vështirësitë janë e para rrezikohet nga forcat e brendshme të anti-europiane, të cilët si rasti i Le Pen, që kërkonin prishjen e Bashkimit Evropian. Pra kemi një pjesë të brendshme e cila vazhdon dhe mund të gjallërohet në një moment caktuar. Kemi një situatë të një lufte tregtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rritja e taksave dhe vendosja e sanksioneve midis palëve në raport me shkëmbimet e mallrave, prapë është një situatë e vështirë. Kemi një mungesë uniteti ku antarët e NATO-s, përfshirë Hungarinë, Slovakinë dhe vende tjera, janë më pro Rusisë dhe her pas here rezistenca ose mundësia që në një reagim në blok mund të kemi situata të cilët mund të jenë të paparashikuar raportin e qasjes tyre në raport me një konflikt. Kemi dhe një situatë energjetike, sepse nga një anë ju e bët atë shumë mirë në mënyrën tuaj të prezantimit, sa është investimi që bëjmë për të marrë blerjen e gazit dhe lëndët të tjera nga Rusia dhe sa është investimi që bëjmë pastaj. Pra, investimet Rusia sot po vazhdon të ketë të ardhura deri në 2027 nga vendet e Bashkimit Evropian. Pavarësisht se sa është kjo sasi, por prapë është një vlerë e konsiderueshme në raport me këtej investohet për industrinë e luftës. Kjo industri shkon në Ukrainës. Dhe në krahun tjetër e fuqizojmë përsëri atë Rusinë nëpërmjet blerjeve që bëjmë për shkak të nevojave, sidomos në gaz dhe në energji, dhe kjo krijon një situatë e cila e favorizon Putin në mënyrën se si zvarrit ai këto negociata. Putin është i interesuar që lufta një ditë pushoj, por pret të ketë në maksimumin e mundshëm të pretendimet të tij në territor. Ai e di shumë mirë që nuk mund të marrë të gjithë Ukrainën. Ai është e qartë që do të kemi një ndarje të territorit, pavarësisht se Zelenski nuk e pranon dhe thotë që ne nuk do të lejojmë dhe nuk do të njohim ndarje territoresh. Por do të vijë një moment që palët do të ulen dhe nuk do të ketë më mundësi të avancohet, për aq kohë sa nuk ka strategji të tjera nga vetë Bashkimi Evropian. Për shembull, në qoftë se do kishim asetet ruse të vënë në dispozicion, po themi, për të ndihmuar Ukrainën. Nëse do kishim mundësinë e armatimit për të armatosur për një lloj teknologjie dhe armë të cilët janë me rreze më të gjatë veprimi, kjo mund të krijonte pastaj edhe një pasojë, sepse do të kishim një përfshirje të drejtë për drejtë të konfliktit midis Rusisë dhe edhe NATO-s. Për faktin që ai do t'i konsiderojë këto vende armike për aq kohë sa furnizojnë me armë ose mund të furnizojnë me teknologji Ukrainën. Tjetër qartë. Ndërkohë, Ledion, Mark Rutte thotë jemi të gatshëm të mbrojmë të gjithë popullsinë tonë prej 1 miliard banorësh, e gjithë aleanca është gati të kundërpërgjigjet Rusisë pas një kërcënimi të bërë nga një admiral i lartë. Ndërkohë kemi një mungesë të Amerikës në një ndër takimet më të rëndësishme të NATO-s, pikërisht për momentumin ku ndodhemi. A është kjo një braktisje e Amerikës ndaj Europës dhe apo shkon Europa sot realisht de facto drejt një lufte drejt për drejt me Rusinë? Nuk kemi ende në kushtet të themi që është braktisje, por është një tërheqje dal nga dalt. Themi Shtetet e Bashkuara sigurisht është sinjal, madje ka disa vende evropiane që kanë filluar javët e fundit, po bëjnë stërvitje ushtarake për të mbrojtur për një luftë të mundshme me Rusinë pa ndihmën e Shtetit Bashkuara. Pra ka një lloj organizimi edhe vetë brenda ka nisur diçka e tillë. Vendeve evropiane që mendojnë që në rastin e një lufte nuk do të ketë pjesëmarrjen e Shtetit Bashkuara. Duhet të thënë që si kjo administratë amerikane, si Rusia nga ana tjetër nuk e shohin me sy të aq të mirë Bashkimin Evropian. Kujtoj në fillim në muajt e parë të këtij viti Donald Trump se që Bashkimi Evropian është krijuar për të vjedhur amerikanët.
Që të dyja palët nuk se kanë një sy të mirë me Bashkimin Evropian dhe nuk se do i vinte keq asnjë prej palëve që nëse Bashkimi Evropian do shpërbëhej për shkak as Rusia sigurisht ka një qëllim përfundimtar të saj, po dhe Donald Trump nuk besoj se do i vinte shumë keq nëse Bashkimi Evropian shpërbëhej dhe kishte të bënte me shtetet të veçanta tek e tek. Tani për sa i përket luftës së drejtë për drejtë, unë mendoj që herët ose vonë Rusia do mundohet të bëjë një lloj provokimi në vendet balltike. Vendet balltike janë jashtëzakonisht shumë të vështira për të mbrojtur nga pjesa tjetër e NATO-s, nga vendet e NATO-s. Sepse gjeografia e tyre është e tillë që ka vetëm dy mënyra se si mund të mbrosh vendet balltike. Një mënyrë është përmes detit baltik, ku është Finlanda sipër që është vendi i NATO-s dhe vendi tjetër është ai që quhet korridori Suwalki, që është midis Polonisë dhe Lituanisë. Dhe në të gjitha ato lojrat e luftës që bëhen në NATO, pikërisht pika më e vështirë e NATO-s janë vendet balltike. Dhe unë mendoj që Rusia nëse do të donte të testonte nëse funksionon apo jo Neni 5, sepse ne thash nuk e dim nëse funksionon apo jo, mund mos funksionojë në praktik. Nëse do të donte ta testonte funksionimin ose jo të Nenit 5, do ta bënte pikërisht në vendet balltike. Ndoshta jo me një sulm të drejtë për drejtë, nuk mendoj se mund të ketë një sulm të drejtë për drejtë të Rusisë në vendet balltike, por mund të ketë një provokim të ngjashëm me atë që ndodhi për shembull në veriun e Kosovës me forcat serbe, të ngjashëm me atë që ndodhi në Krime me forcat ruse në 2014 dhe pikërisht për të parë cili është reagimi i NATO-s, pa do reagojë NATO apo jo. Nga përvoja ime me njohjet që kanë pasur në Lituani për shembull, pjesën ushtarake të tyre, ata mendonin që vetëm Polonia do i vinte në ndihmë, asnjë vend tjetër i NATO-s nuk do të shkonte në ndihmë për ta ndihmuar vendet balltike, Lituani, Letoni dhe Estonin për të luftuar ndaj Rusisë. Dhe aq më tepër që vendi sigurisht terreni është i sheshtë, terreni nuk është aq i mundur për të bërë një luftë shumë të fortë ndaj Rusisë, nuk ka fortifikime siç janë fortifikimet Ukrainës në Donbas, dhe mundësia e një përplasje të mundshme mes vendeve evropiane dhe Rusisë në vendet balltike është shumë e mundshme, le të themi në vitet e ardhshme. Skenari tjetër është ai që thashëm më parë, që në moment caktuar vendet evropiane mund të detyrohen të futen në Ukrainë dhe pastaj do kemi një luftë mes Rusisë dhe pjesëve të Evropës, por në Ukrainë, të kufizuar në Ukrainë. Dhe duhet të thënë diçka që unë mendoj që pavarësisht fuqisë së Rusisë, Rusia nuk e ka fuqinë të bëjë një luftë me gjithë pjesën tjetër të Evropës. Pas Europa nga ana tjetër nuk e ka fuqinë të bëjë një luftë me Rusinë. Të dyja palët do të ishte një teatër shumë i madh për të dyja palët dhe do ishte sigurisht një luftë e cila nuk ka fitimtar në luftë të tilla. Gjithë do mundën gjithë do shkatërrohen në fundit. Qëllimi i Rusisë me sa shoku nuk është të bëjë luftë me pjesën tjetër të Evropës. Qëllimi i Rusisë është nxjisje, le të themi, shpërbërjen e Bashkimit Evropian dhe shpërbërjen e NATO-s. Si e nxit këtë gjë mund ta nxisit duke detyruar vendet evropiane të futen në Ukrainë, mund ta nxisit duke bërë një provokim në Estoni me të gjitha, sepse Estonia ka një krahin shumë të vogël që ka shumë popullsi ruse, mund të shërbejë si justifikim për të mbrojtur rusët e Estonisë e kështu me radhë, por qëllimi i tyre përfundimtar dhe duke se në këtë linjë janë deri diku në një linjë me Donald Trump dhe me këtë administratë amerikane, është që të mos e shohin më në të ardhmen një bashkim evropian të bashkuar pikërisht, ndoshta pse mos shohin edhe një NATO siç shohim edhe sot. Kujtojmë që para se të fillonte lufta në Ukrainë, kërkesa e Vladimir Putin ishte që NATO në Evropën Lindore të kthehet në vitin 97. Pra të gjitha forcat e NATO-s nga vendet balltike, Polonia, Bullgaria, Rumania do të rriqeshin nga gjitha këto vende dhe ktheheshin në situatën ku ishin në 97. Sigurisht që ky është një qëllim që ata nuk e kanë harruar dhe do mundohen të gjejnë një mënyrë ose një tjetër për të arritur pikërisht te ky. A do ta kthejnë në rusët të kërkesë duke pasur parasysh që kanë pasur inspektuesit e tyre sipas traktatave ndërkombëtar që kanë kontrolluar çdo vend pra të NATO-s, sa i përket armëve që marrin gjithçka tjetër, kanë pasur inspektor në terren për diçka të tillë. Shkon nëse Rusia do të kishte arritur një fitore thjesht të madhe në Ukrainë, mund ta kishte bërë një kërkesë të tillë. Po unë nuk mendoj që Rusia do arrijë një fitore të madhe në Ukrainë, me përjashtim të rastit që ndodh një hatal, thuaç dhe Ukraina kapitullon përfundimisht, por mundësitë janë që nëse Rusia fiton në Ukrainë do jetë një fitore e vogël, si thuaç, do jetë një fitore aq sa për të lejuar të diktojë kushtet në Ukrainë. Por nëse do kishte marrë një fitore dërmuese, sidomos në javët ose muajt e parë të luftës, sigurisht do ishte në një pozitë shumë të mirë dhe mund të kishte vendosur në tavolinë idenë që unë fitova një luftë në mënyrë dërmuese në Ukrainë dhe kam të drejtën të bëj kërkesa të tilla që të rriqnin gjithë NATO nga vendet lindore. Dhe nëse Rusia e vendos një kërkesë të tillë, sigurisht nuk ka për të marrë parasysh. E vetëm mënyra si mund ta bëj, i kthem edhe një herë idesë një provokacioni të mundshëm në vendet balltike, të cilat do shihim nëse do kishte një reagim nga vendet NATO-s, nga cilat vendet NATO-s do kishte reagim, sepse e gjitha që kërkon Rusia është që nëse ndodh diçka në vendet balltike, le të themi, mjafton që vetëm një ose dy vendet e NATO-s të mos reagojnë ndaj asaj që është duke ndodhur që mund të jetë duke ndodhur në Estoni dhe gjithë struktura e NATO-s mund të as siç e shohim ne mund të rrëzohen. Pra ky është qëllimi i tyre përfundimtar në këtë rast. Teti qartë. Ndërkohë kthehemi sërish do të sot tek çështja e Donald Trump për të folur tashmë për faktin se a jemi në prag të asaj që Amerika do të bënte, le të themi, heqje dorë
nga negociuesi sa i përket luftës mes Rusisë e Ukrainës për të thënë se unë tentova gjithçka, por nuk ja dola dot? A mendoni se do të ketë një tërheqje të Donald Trump nga këto negociata? Po dhe mund të ketë një tërheqje për faktin se ai her pas here ka thënë që nëse gjërat nuk do të funksionojnë, atëherë do të rriqem. Kështu që një tërheqje mund të ndodh, por do të ishte një disfat, sepse do të krijonte një lloj precedenti që do të favorizonte shtete akoma dhe më të fuqishme, siç është Kina. Për shembull, Kina është e gatshme të sulmojë Tajvanin, dhe nëse ne e motivojmë, po themi, normalisht një marrëveshje që e njeh territor, atëherë dhe Kinës i jepet të drejtë të thotë, unë do ta marr me forcë Tajvanin dhe territorin tjetër. Dhe do të ishte një përballje tjetër akoma dhe më e frikshme po të mendonim që ty të dhënë Kina në lojë dhe të hapeshin të tjera fronte të cilët detyrimisht do ta çonte edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të hyjnë në një konflikt ushtarak. Sepse përballja me Kinën pastaj nuk është e përballja siç është me Rusinë, është një tjetër përballje për shkak të dimensionit dhe për shkak të gjeopolitikave. Për sa i përket situatës me vendet e Bashkimit Evropian, unë shikoj përparim të fortë të Gjermanisë dhe unë mendoj që rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në NATO do të jetë një moment do ta zëvendësojnë Shtetet Bashkuara, do ta zëvendësojë Gjermania. Dhe po them që nëse do ketë një përballje midis vendet të Bashkimit Evropian dhe edhe vetë Rusisë, nëse do kishim konfrontim, do të ishte shumë superiore fuqia dhe forca që kanë vetë Gjermania. Ka investuar jashtëzakonisht në industrinë e luftës, ka kthyer pjesën më të mirë të industrisë. A mendoni se po e kërkon Gjermania këtë për të marrë hak nga lufta e dytë botërore, tanket që mbeten në Rusi e gjithçka tjetër, pra të gjitha këto elemente po e bëjnë më të hetur qeverinë gjermane që të shkojë drejt këtij konfrontimi? Shikoj, Gjermanisë i erdhi momenti për të ngritur ushtarakisht. Sepse edhe në kushtetutë dhe kushtet që i krijuan që të mos lejonte armatim, si erdhi Gjermania, nga një vend i ndarë, Gjermania Lindore, Gjermania Perëndimore, ishte koha e Merkelit kur u futën ato me 7 pika, bën rrëzimin e murit dhe u bashkuan vendet, u bë bashkimi i Gjermanisë. Gjermania gradualisht u bë një superfuqi ekonomike nga momenti i futjes euros në vendet e prishja e monedhave lokale dhe futja e euros ishte dominante sepse dominoi Gjermania nga ky konvertim në raport me vende të tjera. Dhe sot Gjermania nuk është më vetëm thjesht një forcë ekonomike, por është një forcë që po shkon drejt ngritjes ushtarake. Rritja e buxhetit të luftës. Gjermania është nga ato shtete që po paralajmëron që ne do të erë do vonë do të hyjmë në luftë me Rusinë. E shikon si një konfrontim të mundshëm. Prandaj po përgatitet ose përgatit opinionin për një ngritje të fuqishme nga pikpamja ekonomike. Dhe këtë shoh si një pjesë që e forcon më shumë atë Bashkimin Evropian. Patjetër Gjermania dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të shkëputen totalisht nga një aleancë tradicionale me atë, por më shumë e shikojnë si një dobësim vendet e Bashkimit Evropian në raport me dominancat që mund të ketë për gjeopolitika, në veçanti për tregje ose për anën ekonomike. Se është një nga e para ka ushtrim më të madh në botë NATO, flasim Bashkimi Evropian, numri i popullsisë, territoret, e gjitha janë shumë më të favorshme, por thash palët janë të interesuar për të dobësuar në veçanti Bashkimin Evropian. Ledion, zoti Softa thotë që ka një përpjekje të Gjermanisë për të kaluar të Shteteve të Bashkuara për të kaluar komandën supreme të tyre Gjermanisë. Është thënë diçka e tillë, është thënë vetë nga ambasadori i Amerikës në NATO, ndërkohë në të njëjtën kohë kemi një Gjermani e cila nuk po njeh kufi se ku po blen armë edhe nga Izraeli, sistemet e tyre më të mira të mbrojtjes ajrore, sisteme raketore, e në të njëjtën kohë dua të kthehem pak tek ajo çfarë the ti. Franca thotë se është e gatshme të çojë trupat e saj në Rusi për të mbrojtur Odesën, për të mbrojtur daljen e Rusisë në detin e Zi. Duke parë të gjithin këtë peizazh dhe duke nuhatur edhe situatën ku ndodhemi aktualisht për të bërë ndoshta jo një supozim, por një le të themi shikim të distancuar të situatës. A mendon se do të jenë pikërisht 7 shtete, Gjermania dhe Franca, ata të cilët do të jenë të parët, të cilët do të konfrontohen me Rusinë drejt për drejt? Unë mendoj që pa diskutim nëse do e kaloj thuaç primati brenda NATO-s nga Shtetet Bashkuara do kaloj te Gjermania. Nuk ka asnjë shtet tjetër që mund të kalojë, nuk ka asnjë shtet tjetër që ka fuqinë ekonomike financiare të Gjermanisë. Më tepër Gjermania është më afër se të gjithë tjerët pjesës lindore të Evropës. Franca është pak më larg. Për Francën, vendimtarët do jenë zgjedhjet 2027 për president. Të gjitha sondazhet, pakën të fundit fare që u kanë
kanë parë tregojnë që kandidati i djathtë ekstreme Jordan Bardella në çdo kombinim të mundshëm me shumë mundësi do i fitojë zgjedhjet. Dhe e shoh të vështirë që një kandidat i djathtë ekstreme që vitet e kaluara kanë marrë financime nga Rusia dhe nga Putini drejt për drejt të shkojnë në luftë me Rusinë. Tjetra është fakti që lufta në Ukrainë është një luftë gjigande, në kuptimin që është lufta më e madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Të dyja vendet humbasin rreth 7 deri në 8.000 ushtarë në muaj dhe është të vështirë që ky publik evropian i sotëm kudo qoftë që është shmësuar me luftën të pranojë 7.000 ushtarë të vdekur në muaj. Po imagjinoni se çfarë krize gjigande politike mund të ishte në Francë nëse në një muaj në luftë në Ukrainë vdesin 7.000 ushtarë francezë. Pra dhe kjo duhet marrë parasysh që vendet evropiane janë çmësuar me idenë e luftës dhe kanë të vështirë ta pranojnë një luftë ngjashme me atë që është duke ndodhur në Ukrainë. Për kuriozitet, para ca ditësh Reuters kishte bërë një shkrim për 11 ushtar ukrainas që ishin kryesisht rastësishëm që kishin shkuar në luftën në Ukrainë, për të cilëve mos gaboj 3 kishin vdekur në luftime, një kishte vrarë veten, 2-3 ose 3 tjerë ishin aratisur dhe 3 tjerë ishin plagosur ose 4-5 tjerë ishin plagosur në një gjendje kaq të madhe sa nuk ktheheshin dot në luftë. Dhe ajo që quhet në anglisht casualty rate, pra përqindja e viktimave në kuptimin të plagosur që nuk kthehen dot në luftë dhe të vrarë ishte 100%. Pra 100% e 11 ushtarëve ukrainas që kanë vajtur në frontin e betejës nuk u kthyen më në frontin e betejës, ose vdiqën, ose u ratisën, ose u plagosën. Dhe kjo është një përqindje gjigande për një publik evropian. Tani për sa i përket Gjermanisë, unë mendoj që Gjermania po përpiqet të marrë primatin e ushtarakët e Evropës, është ende shumë larg. Absolutisht, ka një hendek gjigant me Rusinë, sepse qoftë numri ushtarëve është 10 herë më i madh ai që ka Rusia, qoftë numri armatimeve, Rusia ka një ekonomi thuajse lufte për momentin dhe arrin të prodhojë jashtëzakonisht më shumë se sa Gjermania ose pjesa tjetër e Evropës, dhe Gjermanisë do i duhen mendoj minimum 5 vite ose 6 vite në vazhdim për të arritur për t'u afruar nivelit që ka Rusia. Dhe tjetra që shumë e rëndësishme është fakti që si Rusia si Ukraina pa diskutim për momentin kanë ushtrim më të mira në Europë dhe kanë diçka që rrallë e gjen është përvoja e luftës. Pra unë jam i sigurt që Gjermania mund të bëjë një super ushtri sot, nëse e çon javës tjetër në frontin që është në Ukrainë, ashtu siç është fronti në Ukrainë, ushtarët gjermanë do të jenë tërësisht pa përgatitur për atë që është duke ndodhur në Ukrainë. Sepse përvoja e luftës që ukrainasit dhe rusët kanë nga lufta që është në Ukrainë është një përvojë jashtëzakonshme që nuk e ka asnjë pjesë tjetër e Evropës dhe që është e vështirë ta gjesh në kohë paqe. Kështu që unë mendoj që nëse do kishte një konflikt ose një provokim në vendet balltike, me shumë mundësi Gjermania do dërgonte trupat e saj. Nëse do arrinte të përballej me Rusinë apo jo, kjo është diçka hipotetike dhe mbetet për të parë në terren, por Gjermanisë do i duhet një periudhë ende shumë e gjatë për të arritur nivelin e Rusisë. Pra bëhet fjalë për një hendek në pamje ushtarake shumë i madh për momentin mes dyja palëve. Te dhe qartë. Mirë, unë dua që të ndalem në këto momente dhe një zhvillim minutës fundit sa i përket aspektit ushtarak, ku do të flasim për një hetim të realizuar nga Pentagoni amerikan që ka gjetur fajtor Pete Hegseth, sekretarin amerikan të mbrojtjes, mbi një skandal që përfshiu administratën e Donald Trump, ku diskutime të rëndësishme sa i përket goditjes ushtarake në Yemen për të shënjestruar rebelët Houthi, të cilët kërcënuan tregtinë globale nga deti i Kuq, u mbajtën në aplikacionin Signal. Dhe në këto gjethet më të fundit të raportit Pentagonit, i cili thotë se Pete Hegseth ka rrezikuar sigurinë kombëtare dhe sigurinë operacionale të ushtrisë amerikane nëpërmjet diskutimit të çështjeve të rëndësishme dhe sensitive që janë mbajtur pikërisht në këtë rrjet social, i cili nuk është një burim i zyrtarizuar komunikimi dhe i konsideruar i sigurt nga qeveria amerikane. Ishte ky një zhvillim i minutës së fundit. Ledion Krysafi, faleminderit që ishe brëmin e sot me War Report. Zoti Softa, faleminderit që ishe me mua sot në program. Kemi ardhur në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për të gjitha të rejat më të fundit nga vendi, rajoni e bota, por sigurisht mund të na dëgjoni edhe në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. War Report rikthehet sërish nesër në orën 21. Deri atëherë, natën e mirë.